Thertoria Gerbeland në Gjakov pas privatizimit është pajisur me teknologji të re duke arritur standardet e duhura për therje e të cilat kanë rezultuar me fitim të certifikimit HACCP. Investimet janë nga kredimarrja dhe një grant i fituar nga Ministria e Bujqësisë. Në Thertoria Gerbeland kushtet janë shumë të mira, higjiena është në nivelin e duhur, jeni të kënaqur shumë me pastërtinë, me kushtet e punës të cilat i bëjnë këta, kështu që mendoj. Ekziston rreziku që ndonjë prej tyre që të ketë, sigurisht që kanë pasur edhe vizita mjekësore ta përpara. Po gjatë gjithë kohës, sa herë që kemi me prej bika ose diçka, kemi kontrollin të cilin ja u bën mjeku. Janë të gjithë të pajisur me librezat e tyre, asnjë nuk preja do të thotë pa librezën e tyre ose kështu siç. Dhe keni parasysh gjithsesi shëndetin e konsumatorit. Gjithsesi. Nga kuj keni pikat preferuese të furnizimit? Pikat furnizuese janë nga Zahaçi në gjithë Kosovën. A keni këshirë edhe format e ju jeni një prej furnizuesve më të mëdhej, por jeni dyqane tregtare që të keni edhe klientet që duke pasur parasysh faktin që blegtorët në Kosovë nuk kanë mjetet që tha që të ndihmoni edhe në format ndryshme që t'jeni marrë lehtë t'ja u bëni aty në të mundin në rritjen e blegtorisë. Po ne në qendra tregtare të C konsumojmë mish të jetë shumë. Jena duke menduar që në vitet në vijim, do të thotë në vitet të ardhshme, të mendojmë edhe për blegtorët edhe më shumë, të ndihmojmë gjithsesi në gjitha mënyrat, kështu që të kemi gjatë gjithë kohës mish për të konsumuar konsumi jonë. Konsumi dimnor dhe veror, a dallon? Po konsumi dimror e kena kërkesa në muajin dhjetor është pak si më ngritur, për arsye që kena edhe mërgjimtarë të cilët vinë dhe janë të interesuar sigurisht që të marrin misht e freskët. Mundohemi që t'ja plotësojmë gjitha kushtet, kemi respekt shumë të madh për gjithë diasporën të cilët vinë na vizitojnë, pra furnizojnë dyqanet tona. Konkurenca, importet e mishit? Konkurenca është e madhe, por ne punojmë ato. A dallon çmimi i juaj nga importet, për nga cilësia, edhe çmimi natyrisht? Ne kemi çmimet pothuajse gjatë gjithë kohës fikse, mundohemi që kvaliteti të jetë në nivelin e duhur dhe mos kemi probleme asnjëherë me konsumator. Dhe konsumatori troket gjithnjë më shumë të dyrë? Çdo herë më shumë. Edhe sasit më të mëdha? Sasi më të mëdha. Po çmimet krahasuar me vitet e kaluara? Pothuajse të njëjta janë. Edhe pse çmimi i furnizimit pak po rritet, por ne po mundohemi që konsumatori të ketë çmimin të cilin e ka pasur çdo herë. Thertoria dikush me agimit, kur është privatizuar? Kjo Thertoria është privatizuar në vitin 2005. Do thonë një vjet mas 2005 kena investu, sa me fillu me punë, 2006 kena startu me punë tamam, do më thonë deri në 2010. Në 2010 prapë jena ndërbrej, kena investu prapë, kena renovu Thertorian komplet, me gjitha pajisjet, me gjithë teknologjinë më të fundit sistemit për therjen e kafshëve. Natyrisht që teknologjia e re përkon edhe me kushtet më të mira të punës, të therjes dhe... Patjetër kjo Thertoria është e licencuar me ISO, me HACCP, do të thotë i përmbush gjitha standardet evropiane për të kryer therjen e kafshëve në mënyrën më të mirë të mundshme. Me kënd bashkëpunoni? Kryesisht me marketet nëpër rajonin e Kosovës, me Elkosin tash jemi duke bashkëpunuar me ta, duke kryer therjen. A jeni të kënaqur me bashkëpunim? Plotësisht gjithmonë kemi qenë dhe do të jem të kënaqur me ta. Edhe keni mjekun që vazhdimisht është në përkujdes? Patjetër është veterinari i cili kontrollon çdo gjë, para therjes, gjatë therjes dhe pas therjes. A ka procesim këtu? Nuk ka procesim, vetëm therje ka? Vetëm therje. Do të thotë ne bëjmë therjen, bëjmë për gjitha kompanitë më të mëdha. A keni shërtuar edhe, a ka edhe ndonjë që duhet të investohet këtu, për që përkon me cilësinë, me standardet më të mira të punës, me kushte, por natyrisht edhe me procesim? Ka pjesë tjera që duhet investuar dhe duhet bërë makineri me teknologji, makineritë më të reja. E në çka konsiston investimet, në çka keni ju objektivin investues këtu në të ardhmen? Kryesisht për therje. Do të thotë që therja të jetë sa me nivel, sa me cilësor, të jenë kushtet e përmbushura siç janë edhe tani. Kemi donator këtu,
edhe ata që mund të ndihmojnë në këtë drejtim. Kemi Komisionin Evropian, kemi edhe donatorë tjerë, kemi Ministrinë e Bujqësisë, sa keni kërkuar ndonjëherë, keni bërë ndonjë gjë. Po, patjetër, ne kemi pas grant për Ministrisë Bujqësisë, do të thonë para 2 vjete, cili është kryer me sukses. Dhe edhe në të ardhmen shqyrtoren. Patjetër, do të mundohem të zgjerohem sa më shumë. Si në therje, si në përpunim, si në prodhim, si në gjitha lamit e mishit. Sa shfrytëzohen kapacitetet përgjithësisht? Për momentin dikun 30% shfrytëzohen kapacitetet, pasi që kjo thertore ka kapacitet deri 100 krerë gjithë të mëdhaj, therën këtë thertore brenda ditësh. Kurse tash ne therëm dikun rreth 30 copa. Sa punëtor janë? Janë 16 punëtorë.